Përshëndetje Shqipe, shpresoj që jeni mirë. Mirë se u rikthym në kanalin TVN Lajme Sport. Sot u luajt loja Norvegji-Brazil, ku Norvegjia mposhti Brazilin 2-1. Haalandi shënoi 2 gola dhe ishte magjik dhe në mesfushë dhe në mbrojtje. Por për Brazilin shënoi vetëm legjenda e gjallë e Brazilit, Neymar Junior në minutat shtesë, në minutën e 90, në sekondat e fundit gjatë mbarimit ndeshjes nga penalltia. Kjo lojë ishte spektakël, kishte kartona, kishte luftë, kishte përlarje në fund. Kjo është futbolli. Tani do të shikojmë me kënd do t'i bie Norvegjias, do t'i bie për të lozur kundër Anglisë ose Meksikës me të 11 në orën 11, ndërsa me të 15 do të luajnë fituesi i për shembull Norvegjia me Meksikën, që kush do të shkojë në semifinale. Do me thonë, kush do të shkojë në semifinale? Për në çerek finale, kundërshtari i kampionëve do t'jetë ja Zvicra ose do t'jetë ja Kolumbia. Njëra nga këto do t'jetë. Faleminderit, kjo ishte loja për sot. Shihemi lojave tjera. Dhe harova me cek, Haalandi është man of the match, ka 90 minuta të lujtme, 2 golla, 0 asista, që qëtu i ka taktikat. Duel s'ka fitu shumë, edhe pse penallin lojën e parë, qëto minutat e fundit nuk ka qenë i drejt, sepse ka qenë një duel i thjesht e jo ka qenë një penalti. Mos ta zgjashim më shumë, Norvegjia dul me fitore. Unë isha personalisht nga Norvegjia dhe vesha desën e Haalandit. Forca Norvegjia për rundet tjera. Tregojmë dhe për ndeshjen Angli-Meksik, që do t'ju tregojmë për ndeshjen Angli-Meksik dhe Portugali-Spanjë, dhe do t'ju tregojmë 3 fakte që duhet i dini për ndeshjen Portugali-Spanjë. Faleminderit.